Pyetja ime është, kemi një moment kështu tani, me momenti tënd. Nervozizmi i Partisë Demokratike është shumë i madh, derisa ti të dalësh nga radhët. Pastaj ata dhe mund të stresin për bisedime. Nëse ti del nga radhët, Salian, ti je në rregull, shqetësimi vetëm i tyre, që të flasim hapur tani, se ne jemi gazetarë dhe ta themi hapur. Që ta themi hapur, nëse sa ti të vazhdosh aty, do jenë me dhimbje koke. Për shkak të gjendjes që kanë, që kemi thënë. Do jenë me dhimbje koke dhe tani ti mund të heqësh dhimbjen e kokës vetëm duke ikur. Dhe ata, unë të jam i sigurt që do të lavdërojnë. Ti çfarë do bësh zotëri? Se Berisha ta ka hequr vizën. Po të hoqë vizën Berisha, 1 minutë më. Po të hoqë vizën doktori të tjerë të flamurit të heqë 5 viza, pasi të heqë një doktori. Ka të tjerë aty që të heqin 13 viza. Bile dhe drejtori komunikimit që është drejt për komunikim, që duhet komunikoj me sa më shumë njerëz, Alfred Leda, edhe ai të heqë vizën, po të hoqë doktori. Nuk komunikon dot. Soj, me atë, tani që do bësh ti, zotëri? Aty brenda që do bësh, më vase? Brenda së qasin ata, po ti, nga ti nuk e ikur, ata të quajnë brenda dhe janë të zëmëruar, se të gjithë kanë ikur. Unë do t'jem... Shiko, ka 35 vjetë që ikin. Ata të tomë se sikën. Zotëri, mua... Dhe pse sikën, që është kjo njeri që ri këtu tonë? Ja, po ta them... Këtë, që do bësh tani? Po ta them unë qartë edhe... Thua qartë? Unë nuk iki nga Partia Demokratike. Unë do t'jem Partinë Demokratike dhe mua nuk më bëjnë dot as presion, si që mund të këtë as trysni, as joshje. Unë mendoj që Partia Demokratike duhet arrijë në nivelin që i kërkon shoqëria shqiptare. Shoqëria shqiptare kërkon një opozit me një format tjetër, qoftë në komunikim, qoftë në përfaqësim dhe qoftë në mënyrën se si duhet të ndërtoj kartën morale përballë qeverisë. Dhe betejën time, unë nuk jam bërë në njërë se kam pas mik në një, se mos e dini se unë kam lindë se jam princi. Unë kam marrë për shkak të kontributit në politikë. Kam fituar gara, jam përplasur, më kam vjetë sa gara tjera në ca zgjedhje në 2014, edhe din shumë mirë. Tani unë nuk do të... Se unë nuk e shikoj që më hoqë shikimin dikush edhe mu prishte herezia. Unë me përballë, unë s'kam pyetur për Edi Ramën, jo për në një që merr leje nga Edi Rama. Tani si, ti mendon që shqetësohem nga kjo? Pyetjen e fundit që kam mund tani është, pavarësisht nga mendimi që ne mund të kemi Sali Berishën, ai është legjitim si kryetari i opozitës sepse merr votat aty. Njerëzit i zgjedh për t'i dhënë votat, dhe është dhe e drejtë e Sali Berishës ta bëjë këtë punë. Kështu siç e bën ai. Ndoshta ai s'do më të fitojë këto gjëra. Po tani lind një pyetje. Do bëhen zgjedhje për kryetar, le që ty të qas njëri aty kot ta them unë. Ta kam thënë ja 2 herë. Kjo do të grup në WhatsApp tjetër, pastaj të kandidoj. Ty të pranojnë në WhatsApp ata, jo të pranojnë aty të kandidosh. Se tani ata thonë kështu, rej çmendër është ky. S'na ka ndodhur kur thotë që ky nuk ik. Është vetë përjashtuar thotë dhe nuk na ka ndodhur kur kjo gjë. Si sikën kë? A bitën të gjithë aty. Dhe Gjinishi që ka ardhur për pjesën tjetër, iku u tremb dhe ai nga kjo gjë. Sot edhe ai mos është i çmendur ky Zaliani thotë. Që ata është vetë përjashtuar dhe nuk i ç'është ky njeri për herë të parë pas 35 vjeç. Ç'ai bën? Se ai aty është. Edhe ky Eduard Selami kur ishte kryetar, nëse të kujtohet 95 nuk ikte, i thanë nik. Nuk ikte dhe pastaj e mori zvarri i zeti këta. E pra po ka qenë. E morën nuk e qasën brenda, në kongres nuk e lejuan të hynte. Ka pas një diferencë, pra se prap edhe. Por e nuk e lanë të hynte në kongres burrën e botës. Po mirë, më pyetë tani apo jo? Po Më mos të vazhdo përgjigjen se unë. Jo, mirë ta dish. Po pra po. Që ta dish ç'a ndodh. Ti nuk hyn dot në kongres. E di cila është diferenca apo jo? Po. Sepse këtu domethënë prandaj duhet të thënë që por e ka qenë kryetar partie ai. Ai që nuk ikte, edhe në rastin e Selamit ka qenë kryetar partie. O zotëri, unë jam... Por kryetari i partisë nuk u pranuan kongres. Ti ata të marrin zvarr. Po mirë më tash. Kryetari i partisë më nuk u pranua. Do ta shohim. Ky është kongresi i parë në botë ku kryetari i partisë nuk pranohet në kongres. Tani nuk lejohet. Eduard Selami shkret. Do jemi prap. Nuk është pranuar më. I thanë ata s'ke punë këtu brenda. Po. Tani ti antar i thjesht i Partisë Demokratike, i vetë përjashtuar. Je i paralajmëruar thonë. Dhe i paralajmëruar. Po çfarë fletë burr? A e kupton tani ti? Mirë, po ata prap janë të zëmëruar nga kjo që ti s'po ikën. Prap duhet. Por ç'është ky njeri çuditshëm? Duhet të themi disa të vërteta si. Thuaj të fundit tani dhe ta mbyllim ne. Kryetari i Partisë Demokratike të atërshme, me shumë respekt për të unë sot. Eduard Selami. Asnjë gjë patjetër. Po ai kishte këtë fuqinë për të organizuar njerëz edhe këtë mbështetje tek njerëzit.
Pra njerëzit kanë qenë tek diku tjetër atëherë. Kush ka lindë aty? Po pra, por nuk ja ka lënë pra. Ndërkohë këtu ka një gjë që duhet të thënë kështu siç është. Unë nuk jam rasti i parë në Partinë Demokratike që pa një miku ju në shumë nuk e dija më le t'ja them emrin. Po t'ja them se ai nuk e çan kohën. Në këtë formë. Filipi Shkaguni më shkruan që sot duhet mbështetur Berisha, sot se tha për regjimin kriminal dhe diktatorial të Iranit, që vret protestues në shesh. Ka të drejtë sot që duhet mbështetur. Thot Filipi. Duhet mbështetur me gjithë forcën sot. Opozitën, thaj, do mbështesë. Por edhe Filipi tani, edhe Filipi ka thirrë mendje sot. Do mbështet opozitën se kundër Iranit që ka vrarë njerëz në shesh. Tani, ç'kishe për të Salian tani që ta mbyllim se ne do të thresim gjithmonë dy të. Tani ti e kishe pyetje me shumë kështu këtë, nuk është se kishe vetëm. Izolim s'të bëjnë dot tani këtë pyetje. Po pra, izolim gjë, jo se tani një gjë të garantoj, nëse vetmja formë që ka se interesante shumë. Edi Rama merr një vendimmarrje përdor gjykatat për të më shmangur nga gara. Nëse Partia Demokratike përdor të njëjtat mjete si Edi Rama për të mos dëgjuar mendime ndryshe dhe për të përballur, do gjejmë forma. Pra nuk unë shpresoj shumë që të mos shkoj logjika tek që këtë punë ta zgjidhje po themi në mënyrë të arsyeshme se si i shërben Partisë Demokratike, mos shkojmë në përplasje të tjera, sepse do jenë të dëmshme për gjithë. Interesi im është që të fitoj Partia Demokratike, se ndryshe, unë funksion kisha drejtues në një zonë në Tiranë të 6-ta, pa antar kryesie, nuk kam në një shqetësim unë për karrierën personale. Logjika është do bëjmë një përveç se disa thonë i vjedhin zgjedhjet, disa thonë munden. Ore, këtu ka një gjë. Ore, karriera ty, haroje se fjale vështirë është kjo karrierë. Haroje që merr aty karrierë. Kështu kemi thënë edhe herë tjera. Nuk është se nuk i kam thënë unë, po një gjë unë e them qartësisht edhe besoj që duhet vlej për gjithë. Ore, nëse i humbim apo i vjedhim, apo na i vjedhin zgjedhjet, kjo është një gjë. Po fytyrën nuk duhet ta humbim. Nuk mund të themi duhet të themi disa gjëra kështu siç janë, nuk mund të themi do të bardhë zezë. Ta rrugë fytyrën edhe të ecim. Të nderuar të shikues, unë besoj që diçka u përpoqëm t'ju thoshim në këtë pjesë, që është pjesa e parë. Zotin Saliani kishim studio, falenderoj shumë. Zotin Saliani faleminderit edhe për pavarësisht nga në një pjesë edhe pak humor që bëjmë në një gjë kështu në vendin ku jetojmë, se dhe kohë e zymë të shumë të gjitha shirat e këto. Njeriu është bërë pak si quhet kjo. Nuk të kanë ndikuar shiu në kjo. Te emisioni. Zymtësi, jo, zymtësi personale. Po jo, po shirat e gjithë mirë. Tani, përpoqim t'ju thoshim në një gjë, bashkë me Salianin, a ju thamë, këthe, unë nuk e asnjëherë se kam kuptuar. Po se punë e madhe se nuk e kam kuptuar unë, e kupton, kjo s'ka në një rëndësi të madhe,